Me qenë gjithë ne syqel përballë dy lojave ose dy mekanizmave nëpërmjet cilave keqja funksionon në këtë botë. Mekanizmi i parë është zbukurimi i të keqes, ose më mirë me thonë tendenca me justifiku të keqen, me arsyetu të keqen. Edhe mekanizmi i dytë është frika. Frika si një mekanizëm në këtë rast me kontrollu maksimalisht njerëzit, një farë mekanizmi që dorën zemër është përdorur jo veç pej djallit mallkum, po është ka përdorur sot asë dite veçanërisht nga sistemet politike, të cilat vazhdimisht i prodhojnë frikë botës dhe nëpërmjet kësaj frike e kontrollojnë sigurisht më lehtë. Allahu i Madhreshëm në Koranin Fisnik na i defton këto dy mekanizma dhe na bë thirrje që me qenë syqel dhe mos me ra, si me thënë, ngrack e këtyre dy mekanizmave nëpërmjet cilave punon sot asë ditë e keqja apo djalli. Dhe këtu vjen roli i fesë gjithmonë, përpjekja me dekonstruktu të keqen, përpjekja me zbulu të keqen. Roli i fesë përballë njeriut në përpjekje me largu prej të keqes vjen në dy kontekste ose vjen në dy forma. Forma e parë është mu mundu me bind, me asqaru njeriut edhe racionalisht që keqja është e keqe dhe keqja sjell pasoja, madje keqja nuk është e keqe veç pse është e keqe, po do t'i sjell atij dome. Dhe është forma e dytë që dorën zemër nuk është e lehtë dhe është bukur e vështirë, është përpjekja që njeriu me liru prej interesit nga e keqja. Me njeriu me sjell deri në atë stad ku është i gatshëm me sakrifiku interesin e tij për me braktisë të keqen. Sepse problemi kryesor në këtë botë është kur e keqja lidhet me interes. Madje Korani Fisnik dhe historia islame na tregon që edhe idhujtarët e Mekës madje ishin të lidhur me idhujt jo vetëm pse ju besonin shumë idhujve, por kishin interesa të ngushta me idhujt. Domethënë, problematika është kur e keqja ndërlidhet me interesin dhe tani këtu duhet, si me thonë, mundi madh, sepse nuk është më këtu veç çështje racionale, këtu tash duhet edhe luftë e egos, duhet bindje, duhet besim në Zotin, duhet besim në shpërblimin e Allahut Madhëshëm, nuk mjafton më veç pjesa racionale. Pjesa racionale mjafton me kuptu që kjo është e keqe, por me braktis të keqen, pastaj duhet edhe një forcë e brendshme, morale, një bindje e thellë, një besim i madh edhe në Zotin, edhe në shpërblimin e Zotit e kështu me radhë. Prandaj shejtani në një anë bën përpjekje me zbukuru të keqen, ndërkaq anën tjetër feja ka rolin me dekonstruktu të keqen.